Çfarë tregon për ju mënyra si qëndroni ulur? Gjuha e trupit tingëllon shumë fort dhe gjithçka që duhet të bëni është të vëzhgoni. Shikoni botën rreth ju, shikoni si ecën, si lëviz duart kur flet, shikoni sytë dhe sigurisht vini re se si ulet. Mënyra se si dikush ulet mund të zbuloj shumë sekrete. Shenja jo verbale në takime dhe përgjithsisht ndjenja dhe mendime të fshehura. Nëse kuptoni mënyrën se si ulet dikush, atëherë do të kuptoni se si ndihet ai brenda pak minutash pasi e shikoni atë. Le të shohim se çfarë thot mënyra se si ulemi për personalitetin dhe karakteristikat tona të fshehura. Gjunjë të mbërthyer i saktë. Mendimtar, logjik dhe i ndershëm, zakonisht ka një vetë koncept të shëndetshëm dhe një këndvështrim pozitiv për jetën. Një studim i kryer nga Universiteti Shtetëror i Ohio's zbuloi se njerëzit që qëndronin në këtë mënyrë në intervista konsideroheshin më të kualifikuar për punët për të cilat aplikonin. Ata palin besim në aftësitë e tyre, ata kishin më pak siguri, ata flasin vetëm kur kërkohet dhe shmangin thashë themet. Gjunjët e hapur, i përqendruar tek vetja dhe mendon vetëm për veten. Ai rrezaton energji dhe përpiqet të tregojë fuqinë e tij. Megjithatë, studimet tregojnë se qëndrimi i ulur në këtë mënyrë ju bën të stresuar dhe me vetbesim të ulët, kështu që dëshironi të merrni sa më shumë hapësirë për t'u ndjerë mirë me veten. Zakonisht, keni një hapësirë të ulët vëmendjesh, shqetësoheni shumë, por mund të mos shfaqet. Këmbët e kryqëzuara, biseduesi më i mirë në dhomë. Ai mund të drejtojë çdo bisedë me lehtësi. Është personi më pak gjykues dhe kupton atë që personi tjetër po përpiqet të thotë. Ai pritet të ëndërrojë shumë, është plot ide dhe kreativitet, ëndërrimtar dhe zotëron të menduarit imagjinativ. Ai nuk u beson lehtë të tjerëve, ai duket miqësor, por nuk bën miq lehtësisht. Ai zakonisht ka një personalitet të rreqës karizmatik. Këmbët e mbledhura, me këmbët në tokë elegant, i sofistikuar dhe i palodhshëm, arrin qëllimet e tij. Zakonisht është i rezervuar ose nuk hapet shpejt, por ka një aftësi të çuditshme për të qenë i qetë dhe shumë i sigurt në çdo situatë. Ai gjithashtu mund t'i bëjë njerëzit rreth tij të ndihen i sigurt. Njërën këmbi tjetrën, ky pozicion duket zbulon ata që janë të sigurt, autoritar dhe dominues. Pavarësisht nga gjinia, ata janë më të rinj, të relaksuar, të vetë mjaftueshëm, dominues dhe të sigurt në krahasim me njerëzit që zgjedhin pozicione të tjera ulse. Ata janë të sigurt dhe të kënaqur me veten. Ju vendosni mendjen dhe energjinë e tyre për të plotësuar çdo mangësi në çdo fushë të jetës së tyre. Ata vendosin qëllime dhe punojnë me zgjuarsi derisa t'i arrijnë ato. Karriera dhe arsimimi janë prioritet për ta.